Nëse po e dëgjon këtë tani, ndoshta nuk është rastësi. Ndoshta kohët e fundit ke ndjerë diçka që nuk di ta shpjegosh. Një përzierje, lodhje, presioni, por edhe një ndjenjë të thellë se diçka po afrohet. Shumë njerëz e përjetojnë këtë fazë para një ndryshimi të madh, por shumica e injorojnë shenjat. Qëndro deri në fund, sepse gjëja e shtatë është ajo që tregon se momenti yt mund të jetë shumë më afër se sa mendon. Le ta zbulojmë së bashku. Ka një lodhje që nuk vjen nga puna, nuk vjen nga mungesa e gjumit, është një lodhje e thellë shpirtërore. Është sikur diçka brenda teje po përgatitet për një fazë të re. Kur një sezon i jetës po mbyllet, energjia fillon të ndryshojë. Gjërat që dikur të motivonin, tani nuk kanë të njëjtin efekt. Bisedat duken të zbrasta, ambientet nuk të mbushin më si më parë. Kjo nuk është dobësi, është tranzicion. Para çdo ngritjeje të madhe, ka një moment shkëputjeje, nga ajo që nuk përputhet më me nivelin ku po shkon. Shumë e quajnë lodhje, por në realitet është përgatitje. Nëse po ndjen këtë, mos u frikso, sepse ndonjëherë, para se të vijë energjia e re, e vjetra duhet të largohet. Ke vënë re se disa njerëz po largohen? Marrëdhënie që dikur dukeshin të forta, tani janë të ftohta. Disa nuk të telefonojnë më, disa nuk të kuptojnë më, disa thjesht zhduken pa shpjegim. Kjo dhemb, por ja e vërteta që pak njerëz e pranojnë. Jo të gjithë janë të destinuar të ecin me ty në sezonin tënd të ri. Kur një ndryshim i madh po afrohet, ndodh një pastrim natyral. Energjitë që nuk përputhen më me destinacionin tënd fillojnë të bien vet. Ti nuk i shtyve larg. Rruga jote po ndryshon. Dhe jo të gjithë janë të gatshëm për nivelin ku po ngrihesh. Mos e interpreto këtë si humbje. Shikoje si riorganizim, sepse ndonjëherë, përpara se të vijë bekimi, duhet të lirohet hapësira. Nëse po ndodh kjo tani, ndoshta nuk është rastësi. Ndoshta po përgatitesh për njerëz të rinj, për lidhje më të thella, për një rreth që përputhet me versionin tënd të ri. Kohët e fundit mund të ndihesh sikur askush nuk të kupton plotësisht. Flet, por duket sikur fjalët e tua nuk arrin thellë tek të tjerët. Shpjegon atë që ndjen, por reagimi është bosh. Kjo krijon një ndjenjë vetmie, edhe kur je i rrethuar nga njerëz. Por ja diçka e rëndësishme. Kur vizioni yt fillon të ndryshojë, jo të gjithë mund ta shohin atë që ti po sheh. Kur mendësia jote rritet, kur standardet e tua ngrije, kur shpirti yt kërkon më shumë, do të ketë një hendek mes teje dhe atyre që janë ende në fazën e vjetër. Kjo nuk do të thotë se je arrogant, do të thotë se je në transformim. Transformimi shpesh është i vetmuar, por është pikërisht në këtë fazë që forcohet identiteti yt i ri. Nëse po ndihesh i keq kuptuar, ndoshta është sepse po mendon në një nivel që të tjerët ende nuk e kanë arritur, dhe kjo është shenjë rritjeje. Gjërat nuk po shkojnë lehtë. Papritur dalin pengesa, plane që mendove se do funksiononin, bllokohen. Mundësi që dukeshin të sigurta, zhduken. Duket sikur sa herë që përpiqesh të ecësh përpara, diçka të ndalon. Kjo është faza ku shumë dorëzohen, por ka një të vërtetë që pak njerëz e kuptojnë. Para çdo ngritjeje të madhe, ka një provë. Sprovat nuk janë dëshkim, janë përgatitje. Ato forcojnë karakterin, pastrojnë motivet, testojnë durimin. Nëse ndryshimi i madh do të vinte pa përgatitje, a do të ishe gati ta mbaje? Ndonjëherë jeta nuk po të bllokon, po të forcon, po të mëson të qëndrosh i pa lukundur. Nëse kohët e fundit je përballur me vështirësi të papritura, ndoshta nuk është fat i keq, ndoshta është stërvitje për nivelin tjetër, dhe sa më e madhe sprova, aq më i madh mund të jetë ndryshimi që po vjen. Edhe pse gjërat rreth teje mund të jenë të paqëndrueshme, brenda teje ka një qetësi të çuditshme. Është sikur diçka të thotë: qëndroj fort, mos u frikso. Nuk është logjike. Rrethanat mund të mos jenë perfekte, problemet mund të jenë ende aty, por thellë brenda ndjen se gjithçka do të rregullohet. Kjo nuk është iluzion, kjo është besim që po rritet. Kur ndryshimi i madh është afër, shpesh vjen një paqe që nuk varet nga rrethanat, një siguri e brendshme që të mban të qëndrueshëm edhe kur jashtë ka stuhi.
Shumë njerëz e shpërfillin këtë ndjenjë, por është një nga shenjat më të forta. Sepse kur frika largohet dhe vendin e saj e zë qetësia, do të thotë se je duke hyrë në një fazë të re. Një fazë ku nuk kontrollohesh më nga paniku, por nga besimi. Nëse po ndjen këtë qetësi të thellë, ndoshta është paralajmërimi më i qartë se diçka e madhe po afrohet. Kohët e fundit mund të kesh vënë re diçka të re brenda vetes. Një zë i brendshëm që të paralajmëron, një ndjenjë që të thotë kur diçka nuk është e duhur, ose një shtysë e fortë për të bërë një hap që më parë do ta kishe frikë. Intuita jote është bërë më e qartë, më e fortë, më e sigurt. Kur je afër një ndryshimi të madh, perceptimi yt fillon të mprehet, fillon të dallosh energjitë, të lecosh situatat më shpejt, të kuptosh njerëzit pa shumë fjalë. Kjo nuk është astësi, është rritje, është përgatitje për një nivel ku vendimet e tua do të kenë peshë më të madhe. Nëse ndjen se nuk je më personi impulsiv që ishe dikur, nëse mendon më thellë, ndjen më qartë dhe beson më shumë në zërin tënd të brendshëm, atëherë diçka brenda teje është zgjuar. Dhe kur vetëdia zgjohet, ndryshimi është shumë afër. Gjërat që dikur të emociononin, tani nuk kanë më të njëjtin ndikim. Ambicie që dikur dukeshin të rëndësishme, tani duken të vogla. Biseda që dikur të dërhiqnin, tani të lodhin. Nuk është se ke humbur motivimin, është se je duke u shkëputur nga verzioni yt i vjetër. Kur ndryshimi i madh është afër, prioritetet fillojnë të riorganizohen. Ajo që nuk përputhet më me identitetin tënd të ri, fillon të bjerë natyrshëm. Ti nuk po regreson, po evolon, dhe evolucioni kërkon të lëshosh atë që nuk rezonon me ty. Shumë njerëz tremben në këtë fazë, sepse mendojnë se po humbin drejtimin, por në realitet po gjejnë një drejtim më të lartë. Nëse ndjen se nuk përshtatesh më me disa gjëra që dikur ishin pjesë e përditshmërisë sate, kjo mund të jetë një nga shenjat më të qarta, sepse para një kapitulli të ri, kapitulli i vjetër duhet të mbyllet. A ke vënë re që sa më shumë përpiqesh të ecësh përpara, aq më shumë duket se shtohen pengesat? Si të ishte një rezistencë e padukshme. Momente dyshimi, frikë e papritur, situata që përpiqen të shpërqendrojnë, njerëz që papritur të testojnë durimin. Kjo nuk është rastësi. Shpesh rezistenca arritet pikërisht kur je shumë afër një thyerjeje të madhe. Është si errësira para agjimit. Sa më e errët duket nata, aq më afër është drita. Kjo fazë kërkon qëndrueshmëri, sepse në këtë pikë nuk është më çështje aftësie, por këmbguljeje. Shumë njerëz dorëzohen këtu, pikërisht këtu, sepse mendojnë se pengesat janë shenjë për t'u ndalur, por ndonjëherë janë shenjë që je shumë afër. Nëse sfidat janë intensifikuar kohët e fundit, mos u frikso. Mund të jetë prova e fundit para hapjes së derës që ke pritur, dhe dera mund të jetë më afër se sa mendon. Kohët e fundit mund të kesh vënë re gjëra të vogla që nuk duken rastësore. Një mesazh që vjen në momentin e duhur, një fjalë që dëgjon pikërisht kur ke nevojë, një mundësi e vogël që hapet papritur. Janë detaje të vogla, por ndihen të sinkronizuare. Kur ndryshimi i madh është duke ardhur, shpesh fillon me lëvizje të vogla, si paralajmërime, si prova që diçka po organizohet në prapasken. Shumë i shpërfillin këto shenja sepse nuk janë spektakolare, por transformimet e mëdha rrallë fillojnë me zhurmë, ato fillojnë me pëshpërime. Nëse po sheh përputhje të çuditshme, takime të papritura, ide që të vijnë në kohën e duhur, mos i injoro, sepse kur pjesët e vogla fillojnë të lidhen, zakonisht është shenjë se fotografia e madhe po formohet, dhe ndoshta je vetëm një hap larg momentit që do ta ndryshojë gjithçka. Ka një ndjenjë që nuk mund ta shpjegosh plotësisht. Nuk është thjesht shpresë, nuk është imagjinat. Është një siguri e qetë se diçka po afrohet. Edhe nëse nuk e di si, edhe nëse nuk e di kur, por e ndjen. Është si një pritje e heshtur, si një energji që po ndërtohet brenda teje, si një kapitull i ri që po troket në derën e jetës sënde. Shumë njerëz e ndjejnë këtë pikërisht para një ndryshimi të madh, sepse shpirti shpesh e di para syve. Nëse ke arritur deri këtu, nëse u identifikove me shumicën e këtyre shenjave, atëherë mos e nënvlerëso këtë moment. Mos u dorëzo tani, sepse ndonjëherë sekondat para shpërthimit të dritës janë më të errtat, por drita gjithmonë vjen, dhe ndoshta është më afër se sa mendon. Nëse e ndjen këtë thellë brenda, ndryshimi yt
mund të jetë duke trokitur tani.